Krijoj një lexim për zodiakun. Demi, Bigjëresha, Bricjapi. Çfarë ndodh tek ato në këtë pjesë kohë? Kush e referohet? Çfarë ndryshimi do ketë? Si do jetë lëvizja tek ato? Sa përket tre shenjave, unë shikoj që në këto kohë ju keni një zhvillim dhe po nisi një drejtim tjetër sfere, tjetër mendimi dhe tjetër menaxhimi tek jeta juaj. Shikoj që keni projekte në vazhdimsi dhe po keni ndryshim në projekte dhe në mendime. Jeni persona të fortë dhe në këto kohë jeni bërë si të fortë, si të çelikt dhe jeni më tepër të fjalës, të vendosjes, sepse keni pasur një përballje të errët, keni pasur shumë kundërshtar dhe sa po i përket shkallave të ju, shkallët të jujave të karrierës, i keni shkallët të shkëputura, keni pas pak shkëputje nga çdo lloj pjese, nga financat ose nga sfidat e jetës. Sa përket këtyre shenjave, shikoj që keni një luftë brenda vetes. Sa përket pjesës tuaj, ju kërkoni rrotën e patit. Keni një lloj lufte brenda vetes. Keni një lloj ecurie, ecuria do jetë në javën në vazhdimsi, sepse ju keni një transformim si tek puna, si tek prezenca juaj dhe në planet që keni. E shikoj që keni kontrata të reja. Shikoj që keni një përballje me një lloj personi, individ, mund ta keni e prorin tuaj, mund ta keni në një anë të shoqërie, sepse personi është person jo pozitiv, futet tek pjesa juaj për të kërkuar diçka dhe për të hetuar diçka, çfarë ju vendosni në jetën tuaj, dhe me sa shikoj është një shenjë shumë e fortë ose një shenjë uji që përballen situata tek ju. Ju po mbani diçka, një glop të artë në dorë. Sado që jeni lidhur me një person të errët ose me një lloj mentaliteti ose me një sfidë, ju arrini që po e merrni hapin, po kaloni në sfida shumë të rëndësishme dhe po merrni globin e artë në dorë. Keni një ndryshim brenda pak ditëve, ju arrini që keni një pentakul fati dhe më tepër keni një kapele të artë, e keni mendin e keni shumë të lodhur, po vendimet e qarta që u merrni dhe planet i keni në mbrapa, gjithçkaje janë shumë plotësuese tek ju. E shikoj që po mundoni të mbushni gotat, mundoni keni mendime të paqarta, e shikoj që keni një vendosje të re, e keni vendosje në një banesë të re, e shikoj që keni një lloj biznesi që ju po arrini ta përmirësoni të lloj biznesi, keni një lidhje tek biznesi juaj, lidhja juaj është me një partnere të re që mundohet të startojë shumë mirë planin tek biznesi juaj, pavarësisht sepse ju jeni plotësuar, keni diçka financë të mbledhur mbas vetvetes dhe ju kohësisht sikur keni një mendim, sepse vetë ju mund bën një lloj manifestimi ose e kryeni këtë lloj manifestimi sepse keni shenja nga universi, hëna është me ju, ndikon në çdo vepër që ju posëdoni dhe vepra që ju keni në vazhdimsi. Ju vetë po vendosni që këtë biznes që keni arritur në këtë kohë ose këtë biznes që ju po e filloni, po vendosni që ta ushqeni më tepër sepse sa biznesi që keni lënë mbrapa vetes për një arsye sepse është shumë fitimprurse, ju kohësisht keni një person rival. Partnera juaj në biznes është shumë e saktë dhe po ju krijon një botë shumë të bukur. Ju gjithmonë kërkoni dritë në veten tuaj, sepse kanë qenë gjëra të mbrapshta tek ju. Dhe ju në këto kohë po i startoni mirë vetveten tuaj, sado që jeni në errësirë, në mendime ose në aparencën tuaj, ju arrini merrni globin e artë, merrni vendime dhe keni transformime të reja, keni një ecuri të re, si në financë, si në pushtet, si në vendime dhe në kontrata. Kjo ndodh tek ju shumë shpejt, ky transformim, dhe universi po ju kthen si diçka shumë të bukur tek ju, si po e kthen botën, po ju kthen si dielli. Keni kundërshtime në këtë kohë, kundërshtime me persona që ju rrethojnë, sepse shikoj persona që duan që t'ju zhvendosin nga një vend që ju posëdoni, nga një vend i punës ose nga
pjesa ku ju qëndroni si mbreti, jeni i hershur në këtë kohë dhe po mendoni, ju logjikoni dhe keni forcën në dorë, po keni përballje me shenjat e zjarrit në këtë kohë dhe e shikoj që ju konfirmoni një kontrata shumë e fortë tek ju, vendosjen e keni shumë të fortë dhe njëkohësisht shikoj një anë të engjëve, është një si tip Zoti ju shikon, vendos tek mendja juaj dhe keni forcë në prioritetin që ju vendosni. Nuk keni siguri tek pjesa që jeni në këtë kohë, po ju shikoj që ju ndryshoni, keni person që ju ndihmon në vazhdimsi si tek puna, si tek plani dhe si tek vendosja dhe si te një procedurë që ju e keni në avansim në këtë kohë, si tip kontrate ose një lloj licencimi që mund ta lëshoni nga duart të firmosni në këtë kohë. Tashe, ju kërkoni sa më shpejt të transformoni gjërat e juaja. Kërkoni sa më shpejt të ndryshoni. Unë shikoj ndryshim tek ju. Po jepni forcën maksimale, po jepni vendime më të fortë tek ju dhe nuk e lëshoni dot frontin tuaj dhe ose dinastin që keni krijuar. Shikoj që keni ndryshime, shikoj që universi është drejt jush, keni një lidhje shumë të fortë me personat që ju rrethojnë dhe ecuria tek ju do jetë vazhdimsi. Ju keni kontrata të vazhdueshme në financë dhe sa për i përket keni edhe një përballje. Kjo përballje është pak si me ligjet, me prorët e ligjeve, janë çështje që ju keni pasur dhe janë lënë mbasdore ke kjo pjesë, po njëkohësisht jeni persona të fortë, vendosë çdo lloj shansi tek ju, vendosë edhe një lloj kontrate dhe një lloj firmosni diçka që ju keni dy shtylla të forta, po sado që ju e keni sy të mbyllur, po keni dy anë, domethënë në çdo pjesë anë keni diellin dhe hënën që ju ndriçon, pavarësisht se keni një pasiguri në vetvete, jeni të lodhur, jeni domethënë si të mplakur nga mendimet, po njëkohësisht jeni në balancim të sfidave dhe ju arrini atë që kërkoni në këtë kohë, jeni me dy shtylla të forta, ju e shikoj që ju me një dorë mbani forcën e errët dhe me një dorë mbani forcën magjike që është pozitive. Jeni e mbrojtur në çdo pjesë që ju do vendosni në këtë kohë dhe po shikoni edhe një sy nga dashuria. Financat janë domethënë të referuara te ju në këtë kohë, si do jetë vazhdimësia në shumë pjesë, në shumë sfera tek ju. E shikoj që jeni të plotësuar, ju keni karrocën e fatit në këtë kohë, do udhëtoni, në këtë kohë keni festa, keni ditëlindje dhe do keni një armoni shumë dinamike tek familja, njëkohësisht edhe te shoqëria do jetë domethënë e caktuar gëzimet njëra mbas tjetrës dhe njëkohësisht keni dy plane, dy projekte që janë në afatin e kohor, në vazhdimsi dhe çdo gjë do jetë realitet tek ju.